Bizneset dhe hotelet që marrin me qira hapësira në plazhe do të lidhin kontratat me shtetin për sezonin turistik të këtij viti brenda muajit qershor. Ndryshimet i miratoi qeveria në rregulloren për stacionet e plazhit, duke shtyr afatin për lidhjen e kontratave të qiras deri në fund të muajit qershor, ndërsa çdo ndryshim në kontratat ekzistuese do të bëhet vetëm me dakordsi të dyanshme. Vendimi i qeverisë përcakton se në rast se ndryshojnë kapacitetet e strukturave akomoduese, kontratat do të mund të ndryshohen vetëm në dakordsinë e palëve. Sipas qeverisë, ky vendim është marrë për një koordinim më të mirë të institucioneve dhe me pushtetin vendor, si dhe uljen e konflikteve apo përplasjeve për hapësirat bregdetare. Sipas rregullores së re të stacioneve të plazheve, qeveria ka përcaktuar se çmimet tavan të stacioneve të plazheve i përcakton pushteti vendor, një mënyrë kjo për të shmangur abuzimin me çmimet e çadrave dhe shezllongëve. Këshillat bashkiake i miratojnë çmimet në mënyrë të diferencuar sipas zonave, duke marrë në konsiderat nivelin e zhvillimit turistik, aksesueshmërinë, intensitetin e kërkesës dhe standardin e shërbimit. Deri më tani janë miratuar vetëm një pjesë e tarifave të plazheve. Stacione plazhi kanë të drejtë të kenë vetëm strukturat akomoduese dhe ato janë të përcaktuara në varësi të kapaciteteve të hoteleve. Nga ky rregull përjashtohen disa plazhe, të cilave u njihet e drejta të kenë stacion plazhi dhe subjekte që janë të regjistruara si struktura shërbimi, bare apo restorante.